gjatë gjithë kohës, në të gjithë botën, ti ke projektuar idenë që këtu është një qeveri krimi, një qeveri droge, një vend ku krimi është, po të futesh në Facebook, dhe në media, në dark, 24 orë, ti nuk del më për jashtë, sepse mendon që krimi ka ardhur ke oborri. Sa nxjerrë shkundën pak pusi. Krimin aty, krimin. Kështu që ky lloj terrori që ti i bësh shqiptarëve, sepse duhet kuptuar shumë mirë, nuk është vetëm ndaj të huajve, pra për prishjen e imazhit. Më shumë është ndaj shqiptarëve që jetojnë brenda, se në këtë moment ti ke godit psikologjikisht, ja ke heq buzëqeshjen e jetës, ja ke heq edhe në librat e biznesit. Gjëja e parë që është optimizmi, është motivimi, është yes, we can do it. Para çdo vështirësie ne do e kalojmë vështirësinë. Po kush janë vështirësitë? Vështirësitë janë ligjet, vështirësitë janë gjetja parave etj. Më rregull? Por nuk thot biznesi që vështirësi është edhe krimi ke dera. Vështirësi është edhe droga më kaptin, se duket sikur e kem çati. Rritu para rob të shtëpisë më kaq shumë drogë dhe shef grun kalamoj tia ku ti kush e pi nga ju? Jo, më për kush e shet. E me sa e keni. Kush ka avancuar në? Me sa ka shku çmimi.